Në fillim të javës që lëm pas, në Kosovë vazhduan rastet eklatante të pastrimeve etnike të territorit. Si gjithmonë në rastet e këtilla, së pari bëjnë rrëthimin e fshatit, granatimin, e pastaj këto që zënë të gjallë e masakrojnë dhe në fund pasën djegja shtëpive për ta tretur e pyetur më shumë shpresën e kthimit se sa shkatërimin e pasurisë. Dhe gjithë kjo bëhet në një blokadë totale ndaj mjeteve të informimit dhe opinionit të përgjithshëm. Kësaj radhe, në shënjestër të pastrimit etnik të Kosovës, u gjet fshati Poklek i ri i komunës së Glogocit. Forcat ushtarake dhe policore serbe në Poklek të ri të komunës së Glogocit kanë ndërë edhe një masakër mbi shqiptarët në Kosovë. Dëshmitarët e kësaj masakre janë edhe Sheqer Bytyqi edhe Tahir Tahiri. Lutem, mund të na thoni se si ka filluar aksioni i forcave policore dhe ushtarake në këtë fshat? Në ndëgjëm nga shtëpinë e kemi afër ngjarjes, diku nga 20 metra prej ngjarjes që ka ndodhur. Një vetur ashtu ka udhëtu shumë shpejt për komaran Gollak shpeshherë, edhe në një moment në atë shtëpi është rrokullis. E kemi ndëgjuar ato që rrotullu. Ka ndalë do fqinjë dhe e kanë ndihmu. Ata dhe e kanë ngritur në kamp. Edhe i posën prati në fqinjë që largon ose do t'ju prejnë të gjithë. Do fëmijë kurishtarë, këtu me pashë të pëndodhë ato, ju në thu malet të posë nga fënjimorit edhe e kanë pa. Mirë po, te i frikës kanë ikur. Mija, ato ka fillu proteksin dhe e kanë fillu një gjuhë fëmin. Njëni pëjtin edhe qenë ka i vdekun i vranë. Unë mendoj që ka qenë një skenarë i caktum, i pregaditur, se nuk ka pas kush farë krishme, as nuk ka pas kush farë atentati në të. Ju, si dëshmitar, çka keni vërejtur tjetër pas vite me Poklek të ri? Çfarë veprimesh kanë zhvilluar forcat policore dhe ushtarake serbe? Pas tërheqjes së forcave armike kam marrë së pari dhe këtu dhe kam parë që kanë gjujtur të shterat shumë dhe i kam parë të masakruar trupin e Ardian Deliut. Qenë do krisma para në jo të zakonshme për këtë mes, ndërkohë kanë fillu në do lëvizje populatës, që është një shmong të rrezikut, pastaj s'ka vënu shumë kanë avasivuar forcat të reja, krismat që janë shpeshtuar, kanë ndërhyrë këtë lagjen e re të Poklekut, një pjesë e populatës të rive janë shmahu, janë larguar. Këtu është gjetë trupi e masakruar e Ardian Deliut, 16 vjeçar, ku e morëm dhe dërguam në shtëpinë e tyre, i cili ishte masakruar nga policia dhe ushtria serbe. Urani kanë qenë shpejt me fëmijë që përgatit drejtën në burë me fëmijë kunatit në kunat. Krejt jemi konë shpejtëri, kanë fillu prismat. Kemi qelë dirën me këshyrë që ka bo, nuk i pas që ka delë, krejt je konë rrëthume. Në Rej Ahmetin prezent fëmijëve, në prezent grusë, në prezent fëmijëve të vllazë, në prezent nënës, plak, e kanë rejt, ja kanë qi automotin fët, i skurrume në gjak, ka fol, ja kanë qelë tjerën, ja kanë marrë tjerën, i kanë tonë qelë se ka konin nga krejt këto, ja kanë qitë neve, ja kanë qu Ahmetin e kanë nënë. Ja kanë qu neve rrugës, në aty shku rrugës, në të një shpi që janë shpërndati kontrolu, i kanë shu dherët, ata miljetës të mëzhnu me qelë dherën, të përgatit për skenarë, me bo veprat e ty në që është din, një miljetës i ri, ata e ty shu dherës, jenë marrë vesh ata me vro militin, me vetja që kanë bo një miljetës të ri, e kanë du me zharsaf, edhe e nërë të nashtojt neve që na vrat ju. Ju na keni vro, ju po thuni s'kemi armë, na keni gjujt ju, neve vetë se na keni vro milicin e të rëndimen e shpejt për një marë. Po na kanë që neve atje vërst ishin pa të bu masën e popullësit atë. Gro, e thmi, e pleq, qka kishin mujt me gjithë në shpija, ma me zdit, pa i kur shtire, kur konë pashku, na kanë që atë, na kanë tonë që të beni.
Unë në, shisi kishë rapet në lëtë që aty, i kanë pru Ahmetin edhe pak ma vënë, kanë pru, s'ko rrumë në gjatë. Në momentin kur kanë dorë gjoja kanë qenë glogos, për në hyllet e fshatit, kur ka mordë, e kom po që fshati ka qenë izatuar me polic, e kom ty kalimtar transit aty, të më qapë ndodhë të, të është rrotullu një automjet i policisë, të tash kanë fillu të shtëna, kanë orë forca të mbasë policisë, i prej një distancë 150-200 metra, ju më strehue edhe i kom veshtrue gjithë fshatin. Pre aty, jënë ndetë fmiti, patë flesht, burat jënë nderë, të vjenë në mlerë për para shtëpisë se për sahetëqoret, pastaj në fut mrena, mas një kohë një orë që i kanë da gratë dhe fmit, i kanë qitë për jashtë, i kanë me fesë rrugës për Vasileu, nërsa burat ma vonë, i kanë zirë dy nga dy për shpije, por e kanë zirë vllahun të Mahmetin, edhe Hajret Hajlinin, edhe i kanë tonë, sigurisht i kanë tonë kënisën në drejtim të kundër ku kanë qenë policia. Në dykun nga 100 metra, i kom dëgju raportet e policisë dhe ata e mësni të dytë për tohet. Mas një 10 minuta dhe kanë zirë dhe se përqorin, edhe kanë njësë dhe ata në drejtim, edhe ata e kanë pushkatun së këtë të dy. Në atë moment shkuva të punati me nej, kështu që jam qitash, edhe ty nej, bësh kur i kanë një 15 një krisme. Një armat rolla, dikur kanë orë ty shpeshtu, ty këtë krisma, ne mohem shelëm të kunata, 2 vojzat e kunati e burri, i po më tani të i shpit sahitit e rrëk të në shpia, veç përshëm kur përhin. Në moment e rënë të në 5-6 milisajnë ka nuk ti, 3 këtë në dëllëm, na morë neve na qita në bërë qashtu. Njëheri që më duhet nalë ta një kësha neve shumë pësh e kontrolin shpinë e konatit krejt. Na morë neve qështu 5-6 milit me automat, na që më qatur në kur kënë qatur. Na ullën tu shpretni edhe ta një bishën këta ka një krejt i kontrolu shpia. Të rejtë që thanë edhe e shu që këta para mi e krejt atu. Kleku e Glogoci kanë nisë të ngjajnë në vendeve fantazma. Aty vrehen vetëm forca policore e paramilitare serbe, kurse banorët e tyre përkohësisht janë strehuar në zonat më të qeta. Ende nuk dihet saktësisht për fatin e 10 e më shumë banorëve të Poklekut e të Vasilevës, trupat e të cilëve sipas dëshmitarëve supozohet se janë transportuar me kamionin që sapo e patë gjatë tërheqjes së forcave policore. Fshati Poklek i ri është edhe një shembull i pastrimit etnik në Kosovë që akuzon dhe apelon.